e enjtë, dashi, mund të ndjeni pak më të lodhur se zakonisht, ose teproni me angazhimet dhe kushtoni rëndësi pushimit. Demi, një shqetësim i vogël fizik ose një mungesë energjie mund t'ju ngadalësoj ritmin. Kujdes me ushqimin dhe hidratimin. Binjakët, stresi i ditëve të fundit mund të reflektojë në organizim. Gjeni kohë për qetësi dhe relaks. Gaforja, mos neglizhoni sinjalet që ju jep trupi. Një pushim i shkurtër mund të bëjë diferencën nga gjendja juaj. Luani, energjia nuk do të jetë në nivelin maksimal. Shmangni lodhjen e tepërt dhe kujdesuni për imunitetin. Vygjëresha, një shqetësim i vogël sezonal mund t'ju bezdisë. Mos e ngarkoni veten me më shumë se sa mund të përballoni. Peshorja, mund të ndjeni pak tension ose lodhje mendore. Një shëndetje lineare të pasur do t'ju ndihmonte shumë. Akrepi, kujdes me ritmin e shpejtë të ditës. Organizimi juaj kërkon më shumë qetësi dhe gjumë cilësor. Shigjetari, mos lini pas dore pushimin. Një lodhje e akumuluar mund të ndikojë në humorin dhe energjinë tuaj. Britsjapi, një ditë ku duhet të dëgjoni më shumë trupin se sa agjendën. Kujdes me ndryshimet e temperaturës. Ujori, mund të ndjeni pak të shpërqendruar ose pa energji. Merrni kohë për veten dhe shmangni stresin e panevojshëm. Peshit, ndjeshmëria fizike dhe emocionale mund të jenë më e lartë se sa zakonisht. Kujdesuni për veten dhe mos e teproni me angazhimet.